Tre vëllezër u bën miliarder duke kopjuar ide. Këta tre vëllezër që shihni këtu u bën miliarder duke kopjuar idetë të tjerëve. Pas viteve 90, këta ishin krejtësisht të magjepsur nga shpërthimi i disa kompanive me shërbime interneti, si dyqane e tjerë, dhe u përpoqën në të gjitha mënyrat të kontaktojnë disa prej tyre, por asgjë. Mandej i shkruan kësaj kompanie që shihni këtu, me shpresë që të mund të hapnin një kompani si kjo në Evropë, dhe i kishin kërkuar kësaj kompanie që nëse ishte e mundur të mund të menaxhonin divizionin e pjesës evropiane. Por për fat keq nuk patën asnjë përgjigje. Dhe e dini se çfarë bën tre vëllezërit? Ata vendosën të kopjonin të njëjtën gjë, pra një klon perfekt, tamam si kjo. Bile edhe ngjyrat, edhe dizajni, pra çdo gjë. Nuk zgjati shumë dhe kjo tërhoqi vëmendjen e shumë kompanive, gjithandej, por edhe të vetë asaj kompanie që këta kishin kërkuar që të kontaktoni dhe që nuk ishte përgjigjur. E kështu, pikërisht kjo kompani ua kërkoi që ta blinin. E kështu, tre vëllezërit e shitën. Dhe e dini për sa? Për $43 milion. Po, e dëgjuat mirë. Po prisni pak. Pak vite më vonë, ata bën të njëjtën gjë edhe me Facebookun. E kopjuan fix, ashtu siç ishte. E më pas e lançuan atë me një tjetër emër, pra një emër koti. Por Facebooku nuk bëri si ata të parët, dhe e paditi sepse e kishin kopjuar eksakt. Por tre vëllezërit arritën që ta shisnin, dhe e dini se sa e shitën kësaj radhe? Për $100 milion. Nëse ndonjë nga ju mendon se ndaluan këtu, e keni gabim, sepse tipat vazhduan akoma të ecin përpara. Kompania tjetër, të cilës ata i vunë syrin kësaj here, ishte grupi i parë, dhe jo vetëm që e kopjuan, por ishte kloni më perfekt që kishin kryer ndonjëherë. E kështu, për ta lançuar, pra për ta shfaqur në publik, përdorën një emër tjetër, pra një emër si qyteti marrëveshjes. Sikur ta dini që edhe për këta do të kishte një marrëveshje. Dhe kështu ndodhi. Përfunduan duke shitur edhe këtë kompani, dhe kësaj radhe për $140 milion. Dhe çudia është se u krye brenda 6 muajve, pra në një kohë shumë të shkurtër. Thelbi i kësaj historie është se ndonjëherë nuk ka arsye për të rishpikur rrotën, por thjesht të frymëzohesh nga ato çka ekzistojnë rreth e rreth. Megjithatë, mund të them se tre vëllezërit kanë qenë me të vërtetë genial, sepse jo të gjithë mund të bëjnë një gjë të tillë. Nëse, për ta bërë më të shkurtër, tani tre vëllezërit kanë hapur një kompani me shërbime interneti, vërtet e tyre, kësaj radhe, dhe ç'është e vërteta është nga më të fortat në Evropë.